Të nderuar besimtar, në hutbën e sotme do të flasim për një histori udhëzimi, për një njeri prej të parëve, i cili ka një histori të udhëzimit të tij shumë të veçantë. Ai është Selman el-Farisiu, radiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Selman Persiani, njëri prej shokëve të mirë të profetit sallallahu alaihi wasallam, që vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ai ishte i huaj në mesin e njerëzve, e konsideroi atë nga familja e tij, e konsideroi atë pjesë të familjes së tij. Të nderuar besimtar, historia e tij tregon se çfarë vullneti mund të ketë njeriu i cili kërkon të vërtetën, dhe se si njeriu në rrugën e arritjes së të vërtetës mund të sakrifikojë gjithçka të shtrenjtë për të, lirinë e tij, pasurinë e tij, gjithashtu familjen e tij, të jetë i huaj, të jetojë si sklav, vetëm e vetëm për të gjetur të vërtetën. Dhe fillon historia e Selmanit radiyallahu anhu, ku vetë ai tregon, siç transmetohet tek Musnedi Imam Ahmedit, nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, thotë më ka treguar Selman el-Farisiu historinë e udhëzimit të tij nga goja e tij. Dhe kjo tregon kujdesin që kishin sahabët për t'i marrë të vërtetat dhe argumentet direkt nga burimi. Thot më ka treguar historinë e tij direkt, thot, nga goja e tij. Dhe më tha, kam qenë, thot, isha një prej persëve. Pra, banonim në Persi, në Asbahan, pra në Iranin e sotëm. Dhe babai im, thot, ishte i pari i fshatit të tij, administratori i fshatit, i pari edhe në pasuri dhe në pushtet. Dhe mua, thot, më donte shumë, më donte më shumë se gjithçka tjetër. Nga dashuria e tij për mua, thot, ishte që më linte në shtëpi të mos dilja në rrugë. Më mbante në shtëpi nga meraku që kishte për mua, si gjë të shtrenjtë, më të shtrenjtë gjë për të. Që unë, thot, të mos dilja në rrugë dhe mos takohesha me njerëz. Një ditë, thot, që ishte angazhuar, thot, duke riparuar një prej shtëpive të tij, thot, dhe ai kishte prona të shumta, më dërgon, thot, për të blerë diçka dhe për të parë në administrimin që kishte, për të kontrolluar diçka, thot. E unë, thot, duke shkuar për atje, dëgjoj disa zëra në një ndërtesë. Dhe futem brenda. Mu duken, thot, të çuditshëm, nuk i kisha dëgjuar këta zëra ndonjëherë. U futa aty, thot, dhe pash disa njerëz duke bërë adhurim, duke u lutur. I pyeta, çfarë jeni ju? Më thanë, jemi të krishterë, sapo kishte filluar të futej krishterimi në zonat e tyre. Më pëlqeu, thot, mënyra e adhurimit të tyre që ndryshonte nga adhurimi ynë. Ndërkohë që ne adhuronim zjarrin. Persët adhuronin zjarrin dhe kishin dy zota, një zot të dritës dhe një të errësirës. Dhe zotin e dritës e personifikonin me zjarrin dhe i shërbenin zjarrit duke i mbajtur atë ndezur, si shenjë për madhërimin e zotit të tyre, zotit të dritës. Dhe administratori i fshatit, që ishte babai i Selmanit, i kishte dhënë Selmanit rolin e kujdestarit për zjarrin e tyre, pra kujdesje për zotin e tyre që adhuronin. Dhe kjo ishte një pozitë e veçantë. Kur pash, thot, mënyrën e adhurimit të këtyre njerëzve, më pëlqeu mënyra e tyre, thot, ndryshe nga mënyra jonë. Dhe u thash, ku e ka origjinën kjo fe? Më thanë, në Sham. Dhe Sham ishte zona e Sirisë, e Palestinës, e Jordanisë dhe Libanit. E në fakt edhe Isai alayhi salam, aty ka qenë, aty i ka zbritur Zoti, aty e krijoi Zoti atë me nënën pa baba dhe aty i shpalli, e bëri profet. Edhe pse njerëzit mendojnë se Isai alayhi salam, pra Jezusi, është perëndimor, mendojnë se është me syt blu dhe mendojnë se është flok verdh dhe ka tipare perëndimore. Nuk ka lidhje. Ai është nga Palestina. Dhe thot, burimi i kësaj feje është në Sham. U thash atyre, më pëlqen feja juaj dhe dua të shkoj aty ku e ka burimi. Kur shkova në shtëpi, në të ngrysur të ditës, kisha harruar gjithçka, thot, që më porositi babai për të bërë. Babai, thot, ishte për merak dhe kishte dërguar njerëz të më kërkonin mua nga meraku për mua dhe kishte
lënë të gjitha punët e tij, kishte abandonuar punët e tij të asaj dite. Derisa kur më pa, thot, më përqafoi, më tha ku ishe, i thash kështu dhe kështu, pash disa njerëz që adhuronin Zotin me kish dhe më pëlqeu mënyra e tyre. Atëherë i thot babai, biri im, feja jonë është më mirë se feja e tyre. Feja jonë dhe të parëve tanë është më mirë se feja e tyre. Por sidoqoftë ai thot nuk pati besim tek unë dhe më lidhi thot me zinxhir për këmbë. Vendosi një hallkë në këmbë dhe më lidhi me zinxhir në shtëpi që të mos dilje. Unë u dërgova lajm thot atyre të krishterëve dhe u thash, nëse vjen ndonjë karvan nga Shami me tregtar për tregti, më tregoni kur janë në të kthyer që të shkoj me ta. Dhe kështu bën thot. Më dërguan në një rast kur erdhi një karvan dhe unë thot arrita të shpëtoj nga zinxhirët dhe shkova thot të bashkova me ta dhe u nisa thot në drejtim të Shamit. Kur shkova atje thot pyeta kush është njeriu i pari i fesë tuaj? Kush është i pari më i rëndësishëm i fesë tuaj? Dhe më treguan thot njërin prej priftërimve më të madhin e tyre. Ai thanë është më i miri, më i dishmi në mesin tonë. Shkova thot tek ai. Dhe qëndrova me të dhe i thash, unë kam ardhur nga Persia dhe kam ardhur dhe kërkoj të vërtetën. Prandaj dua të qëndroj pranë teje dhe të shërbej. Ai pranoi thot. Por qelloi thot që ai ishte njeri i keq. Nuk ishte njeri i mirë. Ai thot i urdhronte njerëzit për sadaka. I nxiste për sadaka, duke përmendur atyre shpërblimin e sadakas dhe sadakan thot që jepnin njerëzit, lëmoshën që jepnin për nevojat që kishin të varfrit, ai thot i mbante për vete. Derisa kishte mbushur thot 7 qypa të mëdhenj thot me flori dhe argjend. Unë e shikoja thot, por ai ishte njëri me pushtet dhe nuk flisja dot. Natyrisht ata kanë pushtet të tillë që njerëzit nuk i diskutojnë. Thot kur ai vdiq dhe erdhën njerëzit ta respektonin, u thash atyre, ky nuk ka qenë njeri i mirë. I thanë pse, njerëzit i irrituar i thanë pse, si flet për të parin tonë dhe deshën thot më dëmtonin. U thash, u tregoj se pse. Ai thot unë nxiste për sadaka dhe e mbante atë për vete dhe unë ju tregoj se ku e ka thot të fshehur pasurinë e tij dhe u tregova dhe nxorën thot 7 qypa të mëdhenj me flori dhe argjend. Çfarë bën pastaj? E kryzuan thot në rrugë, nuk e varrosën dhe e lanë që njerëzit ta gjuanin me gur. Pyeta pastaj thot, në vend të tij thot erdhi një zvendës i tij. Më i madh i tyre, dhe ky ishte njeri i mirë. Nuk kam parë njeri thot më të devotshëm se ai. Njeri më të përkushtuar ndaj namazit. Njeri më asket. Njeri që dëshironte dhe shpresonte më shumë shpërblimin e botës tjetër. Që nuk e donte këtë jetë, njerëzit i udhëzonte për tek Zoti. E desha atë shumë thot. E desha atë thot më shumë se ç'kisha dashur njeri para tij. Dhe qëndrova me të thot një farë kohe derisa ai ishte plak thot, i erdhi vdekja. E pyeta dhe i thash, kush është më i dishmi mbas teje? Te kush më këshillon të shkoj? Që ta jetoj të vërtetën dhe ta mësoj të vërtetën. Më thot o biri im, sot janë të pakta ata të cilët e mbartin të vërtetën. Por do të shkosh në Mosul. Në Mosul të Irakut sot. Atje thot është një person, është shoku im dhe jam i qetë me të sepse ai është i dijshëm dhe është njeri që do shpërblimin e Zotit dhe jo shpërblimin e njerëzve. Shkova thot në Mosul dhe e takova të parin e priftërimve, më të madhin e tyre. Dhe i thash kështu dhe kështu filani më ka porositur për ty. Thot, qëndro me mua. Qëndrova me të thot dhe e gjeta thot si shokun e tij që lash në Sham. Njeri të përkushtuar ndaj adhurimit dhe asket ndaj dynjas, ndaj kësaj jete. Pra, jo i dhënë mbas kësaj jete. Thot derisa qëndroi një farë kohe edhe ai dhe i erdhi vdekja. E pyeta dhe i thash, te kush më këshillon të shkoj mbas teje? Shikoni etja e Selmanit, e para për të qenë burimor, atje ku është burimi i fesë, dhe e dyta për të qenë tek më i miri, për ta marrë fen nga më i dishmi. I thot, këtu nuk kam mbetur njeri tjetër. Por do të shkosh në zonën Nasibin. Është
në juglindje të Turqisë sotme, kufiri mes Irakut dhe Turqisë, në Anadollin e sotëm. Aty kanë qenë zonat krishterë, dhe aty ishte një prift tjetër, po ashtu i devotshëm dhe i dijshëm si ky. Thot shkoj atje dhe qëndroj një farë kohe. Dhe e gjeta atë thot njëjtin person si dy shokët e tij të mparshëm, njëri me dije, asket ndaj dynjas dhe duke dëshiruar botën tjetër. Kur ai vdiq thot kur afroa vdekja, e pyeta ku të shkoj. Më thot do të shkosh në Amurie, dhe Amuria është në mesin e Turqisë sotme. Ka qenë zonë e Bizantit, kanë qenë të krishterë, dhe aty thot ishte një prift tjetër i dijshëm dhe ky i fundit, tek i cili ishte Selmani, i thot unë nuk di në faqen e tokës ndonjë njeri tjetër me dije që është në rrugën tonë, që nuk ka ndryshuar fenë e tij përveç këtij personit Amurie. Shkova tek ai thot dhe e gjeta si tre shokët e tij të mparshëm. Njeri i devotshëm, të dhënë mbas dijes dhe asket ndaj dynjas. I dhënë mbas adhurimit duke shpresuar shpërblimin e botës tjetër. Qëndrova me të thot derisa ju afrua vdekja. E pyeta dhe i thash, te kush më këshillon të shkojmë mbas teje? Imagjinoni peripecit, sa vite në kërkim të vërtetës dhe duke shkuar nga njëri tek tjetri. Selmani radiallahu anhu. I thot o biri im, nuk ditë këtë mbetur në faqen e tokës ndonjë njeri që është në rrugën tonë, në të vërtetën që nuk ka ndryshuar fen. Por thot sipas shenjave që kemi në librat tanë, ka për të dalë një profet prej arabëve në shkretëtir. Ai thot do të shfaqet në një qytet kryesor të arabëve, por do të emigroj pastaj më mbas në një qytet që ndodhet mes dy maleve vulkanike që është i mbushur me hurma arabe, pra me palma. Vdiq ky person thot, dhe unë qëndrova aty thot dhe gjatë kohës që isha me këtë, thot unë fillova të punoj pak dhe të vija pak pasuri. Dhe vura pak lop e pak dele, si pasuri time. Thot kur vdiq ky person, prisja thot vinte ndonjë karvan prej arabëve për tregtin atë zonë. Dhe sa po erdhi një karvan thot prej arabëve, prej fisit Kelb, u thash atyre, atu jap pasurin time këto lop dhe këto dele, vetëm e vetëm të më çoni në vendin tuaj, të më merrni me vete për atje. Pranuan thot. Derisa erdhën thot afër Medines. Aty thot më kapën, më lidhën dhe më shitën si skllav. E tradhtuan. E shitën si skllav te një prej hebrejve, qifutëve. Thot ai thot, më mbajti një farë kohe, aty ishte vend me palma thot, por nuk ishte vendi që më ishte përshkruar. Ky më mbajti një farë kohe thot, skllav, pra skllavi bënte çdo punë që ka nevojë ai që e blen, zotëria e tij. Dhe pastaj thot më dhuroi tek djali i xhaxhait të tij thot, nga një qytet tjetër. Dhe kur shkova tek ai qytet thot e njoha më një herë që ishte Medina. Dhe u gëzova shumë thot. Dhe qëndrova kështu i sklavëruar thot për disa vite. Dhe nuk kisha marrë thot lajme se a kishte dalë një profet apo jo, sepse edhe punët e sklavërisë thot ishin të rënda dhe nuk kisha mundësinë të informohesha. Edhe në këtë kohë thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shfaqur në Mekë. Ishte shfaqur në Mekë dhe pas asaj thot e kishin nxjerr thot populli i tij, pra ishte larguar prej Mekës, ishte emigruar dhe kishte ardhur në Medinë. Sa po kishte ardhur në Medinë, aty ku është xhamia Kuba thot, kishte ndërtuar xhaminë e parë. Dhe unë thot isha në majtë një palme, duke vjel thot hurmat arabe, janë palmat që ne njohim. Zotëria im thot ishte në hijen e palmës. Dhe vjen thot djali i xhaxhait vet, i shqetësuar, duke nxituar. Dhe i thot, a e more vesh? Këta thot mjeranët, po e them me këtë shprehje për arabët, sepse hebrejt e mbanin veten e tyre superior ndaj arabëve. E mbanin veten e tyre si popull i zgjedhur, siç sot e mbajnë. Dhe me këtë pretekst dhe këtë ide bëjnë shkatërrim në tokë.
Vjen aty i shqetësuar e takon thot këtë zotrin tim dhe i thot, a e more vesh këta thot të mbaruarit janë mbledhur atje në xhamin Kuba. I thot rreth atij personi i thot a është me të vërtet ai? Sipas shenjave, a është ai me të vërtet? I thot po, ai është. Pra, ata e njihnin atë siç thot Allahu i lartësuar në Kur'an, e njohin atë thot siç njohin fëmijët e tyre. Dhe njeriu nuk e ngatron fëmijën e tij edhe nëse e kanë mesin e 1 milion fëmijëve. Dhe ata e njihnin, i thot a është me të vërtet ai? I thot po, ai është me të vërtet. Dhe kur e dëgjova këtë gjë, thot Selmani u drodha, pra ai kishte sa vite që po jetonte edhe si sklav duke pritur profetin sallallahu alaihi wasallam. Imagjinoni emocionin e tij në këtë çast, që kishte lënë familjen e tij, kishte lënë gjithçka të shtrenjtë, kishte udhëtuar në sa vende dhe bise, me sa sprova në përditshmëri, për të gjetur të vërtetën. Dhe edi sa në fund të vinte tek ky profet. Thot, u drodha aq fort thot sa dëshirash thot nga pema. Zbrita dhe shkova me vrap thot te ky djali xhaxhait të zotërisë tim, e kapa thot probash dhe i thash, a është ai me të vërtet? Thuaj edhe një herë çfarë the? U ngrit thot zotëria im dhe më gjuajte me një pëllëm të fortë. Dhe më thot, shpunke ti sklav, që të pyesësh kështu dhe të kapësh zotërin tënd, pra njeriu e lirë, ta kapësh për rrobash. I thash vetëm thjesht desha të sigurohem të bindem për atë që tha. Pastaj thot pas pune mora thot pak hurma që kisha mbledhur thot. Sklavi kishte të drejtë të mblidhte ndonjë gjë që mbete nga hurmat e prishura që binte në tokë, ta kishte si ushqim për vete. Mblodha thot më të zgjedhurat e tyre dhe shkova tek profeti alayhis salam. Prifti i fundit në Amurie, në Anadollin e sotëm, që i thot Selmani do të shkosh se është një profet që po del tek arabët, i tregon atij disa shenja të këtij profeti. I thot ai thot e pranon dhuratën. Dhuratën e pranon. Dhe nëse është ushqim ai e ha dhuratën. Por nëse është sadaka thot ai nuk e ha. Dhe me shpatullave të tij ka vullën e profecisë. Ka vullën e profecisë. Selmani i dinte këto shenja. I merr këto hurma dhe shkon e gjen profetin sallallahu alaihi wasallam në xhamin Kuba. Rreth tij ishin shokët e tij. E shikoni, afrohet dhe i ofron enën me hurma. Dhe i thot, kam sjell këto hurma thot sadaka për ty dhe për shokët e tu. U ndodhen tek unë thot dhe pata dëshirë po bëj sadaka. Profeti sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi e mori, vendosi mes në shokëve dhe vet nuk e zgjati dorën dhe nuk preku prej hurmave. Thot Selmani, kjo është një, pra argumenti i parë, shenja e parë. Pastaj kthehet përsëri, mbledh përsëri hurma, mbas disa ditësh kthehet përsëri tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja ofron dhe thot, o i dërguar i Zotit, kam sjell këto hurma si dhurat për ty dhe shokët e tu. Kisha dëshirë të qerasja me to. Atëherë thot profeti sallallahu alaihi wasallam edhe vendosin mes shokëve të tij dhe vetë thot mori prej tyre dhe hëngri. Thash në veten time, kjo është e dyta. Thot, pastaj thot shkova një herë, isha thot i munduar nga skllavëria dhe i ngarkuar me punë të shumta dhe nuk isha mundësi të shkoja çdo çast tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Por gjeta thot një mundësi dhe shkova thot dhe e gjeta në Bakije, aty ku janë varrezat e sotme të Medines. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke varrosur thot njërin prej shokëve të tij. Dhe ishin ulur rreth varrit thot ai dhe shokët e tij. Ju afrova atij dhe fillova thot të shkoja nga mbas kurrizit. Të përpiqesha t'i zbuloja pak rrobën e tij për të parë a kishte vulë në mesin e shpatullave. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e vërejti se çfarë isha duke bërë dhe e hoqi rrobën e tij që kishte sipër që ta shikoja. Sa po e pash, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, e pash vulën në shpatullat e tij, ju hodha atij thot mbi trupin e tij dhe fillova ta puth, ta përqafoj, dhe i thash o i dërguari i Allahut, unë besoj në rrugën tënde dhe unë jam Selmani nga Persia që kam udhëtuar kaq shumë për të gjetur të vërtetën dhe të bëjmë nga pasuesit e tu. Profeti sallallahu alaihi wasallam kthem para tij dhe i thot si është puna jote dhe i tregon Selmani radiallahu anhu historinë e tij
që nga fillimi deri në atë ditë. Ne lutim Zotin na bëjnë pasues të vërtetës dhe pasues profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe të na bashkojnë ne me profetin dhe me sahabët e tij në xhenetet e larta. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad. Ndëror besimtar, mbas kësaj profeti sallallahu alaihi wasallam e deshi Selmanin dhe u përpoq që të kontribonte në lirimin e tij. Ai ishte sklav, dhe duke qenë sklav, njeriu konsiderohet thjesht pasuri, siç janë bagtit, shitet e blihet. Dhe profeti alayhis salam ishte gjithmonë merak për të. Dhe një ditë i thot, natyrisht mundësitë e tyre ishin të pakta, dhe të blije prej hebrejve ishte një sfidë e madhe. Dhe i thot një ditë, o Selman, bëje thot një kontratë për të liruar prej skllavërisë. Merre një çmim, thot, se sa kërkojnë për ty, që të punosh thot për ta plotësuar atë. Sklavi ka drejt bëj një kontratë me zotërinë e tij për të liruar, dhe mbas kësaj përpiqet që të punojë jashtë kohës që i duhet zotërisë së tij, dhe të mbledh sa të mundet pasuri apo dhurata nga njerëzit që të shpaguaj veten e tij. Dhe profeti alayhis salam të bëj një kontratë, mbase Zoti e lehtëson thotë që të lirohesh. Dhe Selmani radiallahu anhu e bën kontratën, dhe zotëria e tij i thotë, do të më mbjellësh 300 rrënjë palma në filan tokë të shkret, në shkretir. 300 rrënjë palma. Dhe palmat nuk konsideroheshin pemë të mbjella, të sigurta derisa të zinin rrënjë dhe të mos taheshin. Dhe kjo është një sfidë më vete. Thotë dhe gjithashtu do m'japësh këtë mas prej floririt. Kaq flori. 40 masa floriri. Kanë pas gramaturën e vetë. Thotë Selmani radiallahu anhu e pashto se kjo ishte një gjë shumë e vështirë. Që të lirohesha dhe të isha e lirë të shkoja mbas profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjatë kësaj periudhe thotë që unë isha në sklavëri, ndodhen disa luftra që profeti alayhis salam bëri thotë me shokët e tij dhe unë nuk isha pjesë. Dhe më binte keq thotë që muslimanët kishin nevojë thotë dhe unë nuk isha me ta. Dhe i lutesha Allahut të lartësuar thotë që sa më shpejt të më jepte mundësinë të lirohesha. Kur shkoj tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, o dërguari i Allahut, e bëra kontratën. Dhe kjo është kontrata, marrëveshja ime për të liruar. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam sahabëve, i thret dhe u thot, ndihmojeni vllain tuaj. Kush ka mundësi të gjendet. Dhe filluan sahabët thot të më ndihmonin me rrënjë palmash, me pemë. Dikush thot sillte 30 rrënjë, dikush tjetër thot 20, dikush 15, dikush 10 sipas mundësisë. Dhe erdhën thot dhe më ndihmuan thot për të bërë gropat e tyre. Më thot profeti alayhis salam, bëjeni gati për mbjellje, dhe kur ti jesh gati për t'i mbjell, më thërrit që të vi unë. Dhe kur thotë bëm gati terrenin për mbjelljen e palmave, e thërrita profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai erdhi dhe në çastin thotë që duhet vendosur filizi thotë pema në grop, e kapte profesorin, ne ja afronim thotë, dhe ai e kapte e vendoste me dorën e tij. Betojmë në Allahun thotë që asnjë rrënjë prej tyre thotë nuk u tha. Të gjitha ato rrënjë të palmës zonë me njëherë, dhe kjo ishte një sfidë e madhe, por këtu tregohet bereqeti i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe mrekullia që Allah i lartësuar i dha atij, pra Selmanit nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Thotë mbollën thotë 300 rrënjë. Pastaj thotë mbeti pjesa e floririt pa shlyer. Derisa një ditë më thret profeti sallallahu alaihi wasallam dhe më jep një cop floriri thotë sa një vezë. Dhe më thotë, iki thotë dhe shpaguaje veten tënde. I thash, o i dërguari i Allahut, çfarë do të bëj kjo? Kaq mas floriri, kundrejt asaj që kam nënshkruar. I thotë, merre se do të mjaftoj. Shkova thotë dhe e peshova atë thotë, e ndava dhe e peshova, dhe ra thotë fiks aq sa ishte masa që duhet të shpaguaja veten time. Dhe e fitova lirin thotë. Selmani radiallahu anhu, dhe pastaj nuk ju nda më profetit sallallahu alaihi wasallam deri në vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte ai
që dha idenë e Hendekut në luftën e Hendekut, aty ku shpëtuan muslimanët banorët e Medines, pasi erdhi një ushtri e madhe me 10.000 ushtar për t'i shfarosur. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ne prej taktikave të luftës sonë në Persi kemi pasur hapjen e Hendesheve dhe u hap Hendeku dhe sot e dim të gjithë në histori luftën apo historinë e luftës Hendeku dhe fitoren e muslimanëve në këtë luftë. Të nderuar besimtarë, shikoni se çfarë shembulli i këtij djaloshi Selman Farisiut, Allahu qoftë i kënaqur me të, që dha në sakrificën që bën njeriu për të arritur të vërtetën. Se si njeriu sakrifikon rininë e tij, pasurinë e tij, lirinë e tij, gjithçka të shtrenjtë të tij, familjen, vetëm e vetëm të pasojë të vërtetën. Dhe kjo është që Allahu i lartësuar të hap zemrën për udhëzimin. Prandaj nderuar besimtar, nëse Allahu i lartësuar na jep mundësinë që ne ta njohim vërtetën, duhet kujdesemi për të në zemrat tona, duhet kujdesemi për ditëshmërinë tonë, që atë që Allahu i lartësuar na ka dhuruar të mos na i rrëmbejë, të mos na shkojë dëm thjesht për çështjet e kësaj dynjaje, për bukuritë e kësaj dynjaje, për epshet e kësaj dynjaje. Është e përkohshme, e çfarë mbetet tek Allahu është e përjetshme. Nderuar besimtar, duhet kujdesemi shumë për imanin tonë, dhe ta hapim librin e Allahut dhe të kërkojmë udhëzimin, ta marrim të vërtetën nga burimet e saj, nga Kurani dhe Suneti, dhe ta kuptojmë siç e kuptuan profeti dhe shokët e tij, në trashëgiminë që na lanë në kuptimin e tyre, dhe në shembullin e mirë që na lanë në asketizëm, në adhurim, në sakrificë për besimin e pastër. Ne lutim Allahun e lartësuar na forcojë në fen tonë, na forcojë ne, familjet tona dhe gjithë besimtarët. Lutim Allahun e lartësuar të udhëzojë popullin tonë. Lutim Allahun e lartësuar të kthejë besimtarët muslimanët në fenë e tyre në mënyrë më të mirë, dhe të ruajë nga kurthet e keqdashësve, të armiqve të Zotit, armiqve të Zotit, armiqve të vlerave. Të ruaj besimtarët dhe muslimanë nga antivlerat, nga e keqja, nga sherri, nga shejtani i mallkuar dhe ushtrit dhe agjendat e tij. Lutim Allahun e lartësuar na forcojë në fenë e tij dhe na falë gjunat tona. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salam.